DJ Fairfax, take one. Unë jam fshatare. E kam nënën nga fshati Borshit. E kam marrëdhënie shumë të mirë me fshatin. Prandaj jam këtu. Frika ime më e madhe është që mund të bëj ndonjë gaf shqip, sepse unë kam lindur në Greqi, jetoj në Kanada, kam jetuar në Kanada dhe tani jam shpërngulur në Barcelonë. Puna ime e parë në fermë është që unë do laj shtëpinë. E kam shumë bezdi pa pastërtinë dhe rrëmujën. Unë do i provoj të gjitha punët, jam një person që dua të provoj sa më shumë gjëra në këtë botë, kështu që I'm open. Kjo është një eksperiencë për mua gjithashtu, nuk e di se si do shkoj, por shpresoj që t'ju pëlqej njerëzve dhe this is me. Di të gatuaj shumë mirë, të paktën shumë më thonë njerëzit e mund të më gënjejnë, nuk e di. Do më marrë malli shumë për gjyshen time, që e kam dhe pak pa qejf, që e kam pak mendjen aty. Tani jam për intervistën, tani po ngrohem çik.